Përshëndetje për të gjithë teleshikuesit e emisionit Familja Jon dhe portalit Familja Jon. Së pari i urojmë shumë suksese Sarandës me emisionin dhe portalin Familja Jon. Të flasim pak për rolin e medias në vetëdijsim dhe edukim të qytetarëve ndaj parandalimit të sëmundjeve, diagnostifikimit të hershëm dhe trajtimit duke evituar komplikacionet e mundshme. Padyshim që roli i medias është shumë i madh në edukim të popullatës dhe edhe ne si punonjës shëndetësor, media na jep mundësinë që të komunikojmë direkt me pacientët, në këtë rast ose qytetarët, për të vetëdijsuar dhe dhënë mesazhe mbi rëndësinë e diagnostifikimeve të hershme, parandalimeve ose preventivave dhe trajtimit të sëmundjeve ose patologjive. Sa i përket Sarandës me imazhin që tani më veç ka krijuar me vite të tëra me emisionin dhe portalin Familja Jon, unë nga zemra i uroj shumë suksese, sepse ka një imazh të shkëlqyer duke mbështetur profesionistët shëndetësor, kryesisht mjekët, në promovim dhe në parandalim të sëmundjeve. Dhe duke vetëdijsuar qytetarët në rolin e mjekut të çfarëdo specialiteti, kur jemi tek pjesa e laboratorit dhe diagnostikës laboratorike, roli i mjekut laboratorit është shumë i madh sepse përçon një mesazh të rëndësishëm tek qytetari se sa e rëndësishme është një check-up laboratorik. Një check-up laboratorik parandalon ose prevenon sëmundje, diagnostifikon, bën diagnozë diferenciale, bën diagnozë etiologjike, duke e ndihmuar klinicistin në të gjitha këto, po ashtu edhe në trajtim dhe ndjekje të pacientit, rikuperim të gjendjes etj. Pra, rëndësia e një check-upi laboratorik në të gjitha patologjitë është shumë vitale, kështu që në kooperim me median dhe me portalin, po ashtu edhe emisionin Familja Jon, secili nga ne mund të bëjmë shumë, të kontribuojmë që të parandalojmë shumë sëmundje. I uroj shumë suksese Sarandës dhe portalit po ashtu, duke promovuar, siç që e thash më lart dhe cika më lart, punën e punonjësve shëndetësor. Gjithë të mirat Saranda.